Pra, ndarjet kanë impakte. Kanë impakt, po nuk u bërë është gabim, por përveç këtyre dëgjesave, ne duhet të them vetëm gjë, për herë të parë ky komision, unë kam ndjekur historikisht, nuk arriti të ftoj universitete, Akademinë e Shkencave, shoqatat e bashkive, organizatat të tjera. Për këtë ke qartë ti? Po mos a kesh fare ke qartë për këtë, po unë besoj që është më rëndësishme që janë ftuar disa ekspertë, një ndër to ke qenë dhe ti në mos gaboj? Po. Në tryezë të diskutimit që ashtu si eksponentët politik, edhe ti si ekspert shumë i miri i pushtetit vendor, ti dhe të tjerët si ti, keni qenë dhe jeni njohur akoma më shumë me problematikat e qytetarëve. Nuk po flas për Tiranën, po flas për angun kombëtar. Dhe kjo unë besoj që është shumë e rëndësishme që qytetarët kanë patur të drejtë të shprehen, të kërkojnë, të dëgjohen dhe të dëgjojnë. Po, është në drejtën e tyre këtu. Kur kanë qenë Alba në takime, janë shpreh me thonë të drejtë. Po, mikrofoni ka qenë i lirë për të gjithë dhe kemi transmetuar drejt për drejt, në fakt, çdo takim dhe e kemi parë qasjen e qytetarëve me shumë kritika. Dhe mirë kanë bërë në këtë moment që ne flasim, kur kanë patur detajet politike. Jo vetëm për bashkitë, të them dhe këtë, jo vetëm për bashkitë, jo vetëm për hartën tamam, kanë kërkuar dhe qeverinë qendrore. Pra kërkonin disa gjëra që nuk ishin tamam tagëri pushtetit vendor, por është drejta qytetarëve. Kanë shfrytzuar hapësirën, për të komunikuar dhe për të çuar ato kërkesat e tyre deri në fund. Një propozimi apo një detaj shumë i rëndësishëm i propozimit apo e 300 faqeve të Partisë Socialiste ishte tkurrja nga 61 që kemi në 40 deri në 50 bashki. Ku mund të ketë ndryshime? Ku mund të preke nëse kjo do të miratohet? Ja, shiko, para se të vi aty. Problemi madh dhe e kam bërë kritikën publike, e kam bërë dhe aty në kuvend në fakt, edhe miqve të mi dhe kolegëve të mi deputet Partisë Socialiste, po dhe këtyre palës tjetër demokrate. Si filloi komisioni Alba punën, edhe mbaroj, pa përcaktuar një kornizë të kritereve mbi bazë të cilët duhet bërë reforma. Kaq është fare e thjeshtë. Kaq është fare e thjeshtë. Si futëm kështu hajde të shikojmë çfarë na del rrugës. Normal është dhe kjo një metodologji që çfarë na del rrugës. Okej. Për ne, paktën po them për mua, më dolën rrugës në dëgjesa, u krijuai panorame qartë për mua dhe gjithë ekipin tonë të ekspertëve që punuam në fushat e financave, teritorit, legjislacionit, cili është modeli dhe ne e propozuam, por praktikat ndërkombëtare, praktika e komisioneve të mëpërpashme, komisionit Fino, praktika edhe komisionit Çupi, Denaj para 2 vitesh unë kam punu për atë, përcaktuar një kornizë të përgjithshme. Dhe në këtë rast që në fillim është ne duhet vendosim kriteret, mbi bazë të këtyre kritereve do ecim për të gjetur metodologji. Tu ka çaluar puna? Nuk u bën asnjëherë këto kritere. Ndaj unë gjithmonë e kam thënë edhe në raportin e fundit që çova bëra një vlerësim të faktit duke krahasuar çfarë ishte reforma më përpashme, kur çaloi, cilët ishin problemet në mjaft sektor, me çfarë kriteresh u bë e para, me çfarë kriteresh duhet bërë e dyta, si duhet t'i azhërojmë, se mund të mos jenë të njëjta kritere sepse kemi dinamik tjetër, dhe kam ftuar komisionin, pra në raportet, kam ftuar komisionin që të miratojmë këto kritere, në bazë këtyre kritereve, më rezultuan pra në raportin që kemi çuar, nuk ka 300 faqe, ka 400 faqe, raporti jonë. Si mesh me teknikalitete. Se kur të nashur rëndësi teknikaliteteve, kur ne po flasim për ndryshim shumë të madh që do të pas një dekade në vendin tonë. Pra, prandaj thash, po për t'ju konkurruar 300, se kemi me 400, pra dhe propozuam disa modele, unë i kam dhe këtu disa modele, disa prognoza, i kam këtu disa prognozat të tjera. Pra, ideja ishte që ne ekspertët i thonim, sepse paktën unë kështu e kisha kuptuar, që ne do të propozonim kriteret, komisioni miraton kriteret, në bazë këtyre kritereve ne do të propozonim disa... Por ishte punë që nuk funksionojnë këto reforme? Tash fakti që shiko, Alba, o çështje e besimit, kam shkruajtur para ca ditësh në fakt, vjen i keq ardhur jashtë mase që në qoftë se Partia Demokratike thot
tashti ora, sa mund tjetë ora tani, ora 11. 11:14 minuta, Partia Socialiste thotë së të besoj, nuk o 11:14, nuk është e diel, është e hënë, edhe është ora 16:17. E njëjta gjë ndodhe edhe tek në qoftë se Partia Socialiste thotë njëjtën gjë. Një nivel i besimit politik të këtyre përmasave në Shqipëri nuk ka qenë asnjëherë. Edhe ky është problemi që nuk besojnë as te metodologjia, as te praktikat dhe fakti i këtij mosbesimi pastaj kalojnë në procedura dhe nuk besojnë tek modelet e njëri tjetrit. Xhamali, do t'jap një element që Xhensil Shkëmbi, kolegu Euronews, ka cilë si material për redaksin. Maliqi rrezikon shkrirjen detaje nga harta e re territoriale. Ekspertët, më themi të pushtetit vendor, pra në Partisë Socialiste, pak në sipas asaj që shkruan Xhensil Shkëmbi, është se kjo bashki mund të shkrihet. Pa marrim si shembull meqense kemi këtë zhvillim të fundit që vjen nga Korça, dhe pastaj mund të bëjmë një rezume të përditshme. Çfarë ndodh nëse një bashki e tillë shkrihet? Shiko, i gjithë, vje keq ta filloj kështu ke shkrirja, sepse unë mendoj i përkas i modeli tjetër, pra ne kemi histori bashkë që vinë në studio tuaj. Unë i përkas që t'i mbajnë bashkit që kanë historinë e tyre, identitetin e tyre, urban, gjys urban, me probleme me të mira dhe me të këqijat e tyre, por kanë krijuar një identitet, është investuar dhe qeveria deri para 2 vitesh thonte, dhe para gjatë periudhës që bonin prejasi, ka një performancë të shkëlqyer. Maliqi një bashki e shkëlqyer, ka bo digital shërbimet, ka bo one stop shop, ka bo arkive elektronike. Unë fakt i dija që to ishin një qik me dozat të larta, po e pranoja kështu si qishe. Tashi ti, kur të duhet ty të mbyllësh, tu Maliqi nuk ka performancë të mirë. Këto nuk janë veprime serioze. Por unë them që këto bashki duhen majt, ne duhet të grupojmë 312 njësit administrative, shuajmë këtë fragmentarizim, i bashkojmë duke vendosur një kriter, për shembull 5.000 apo 7.000 banor, nën këtë popullsisë duhet ketë mo asnjë njësi qeverisje. Po si funksionon në ndryshme bashkimit evropian? Sa dush, Kroacia është modeli, Slovenia ka dhe të tjera, dhe mbanim këtë. Kur cila do ishte problemi kësaj, Alba? Në logjik pra cili do ishte territori. Harta Shqipërisë ishte kompozuar me 61 qytete bashki, edhe nga analizat që ne kemi këtu, pra çfarë do të shtojmë, çfarë do të heqim, na dalin diku rreth 30 bashki, po janë rurale. Në raportin që ka bërë Mazniku e përcakton në fakt që nuk kanë qendra urbane një pjesë e këtyre. Ashtu është siç e ka thonë ai, por fakti që unë nuk kam një qendër urbane, pse i lindet drejta majorancës që ta shkri. Fakti që s'ka një qendër urbane, edhe po përsëris, ashtu është, pse i lindet drejta të më mohoj vullnetin e komunitetit për të vetë organizuar, për të pas strukturat e mia, për të qeverisur, për të zgjedhur drejtuesin tim afër në një zonë të caktuar, por sigurisht duke përcaktuar një masë të marrim popullsie. shembull konkret për ta bërë pak më të qartë edhe për mua, që nuk e njoh pushtetin vendor. Ja shkojmë në Durrës për shembull dhe në Shijak. Okej. Ja marrim këtë rast. Çfarë njësie apo mund të themi mini bashki apo bashki atje mund të shkrihet? Shijaku. Marrim si shembull?